dhe të respektohet afatet ligjore. Pra, neni 28 i rregulluar së kuvendit. Sepse është domosdoshmëri me pas një javë kohë. Në qoftë se nuk të respektohet kjo javë, në mënyrë absolute gjithkush ka të drejtën me çunë gjykatë kushtetuese. Nesho, ndërkohë që bëri këtë përpjekje për të krijuar përshtypjen se me ish vjerrin ose me gati vjerrin i ka punët për mrekulli kryeministri. Në fakt, në vlerësimin tuaj, cila është marrëdhënia jo shqiptaro-amerikane, po Rama dhe administrata Trump? Në fakt, duhet bëj një koment në qoftë se më lejon për deputetin e nderuar. Unë mendoj që jemi në një fazë që Rama duhet diskretuar për çfarë përfaqëson në politikën shqiptare. Edhe ai parlament, me drejt lideri opozitës, e ka thënë që ai parlament nuk përfaqëson asnjë gjë, vetëm diktatin edhe prepotencën e një regjimi i cili nuk përfaqëson interesat e popullit. Dhe këtë e ka treguar protesta që sot është prezente në gjithë vendet. Prandaj nuk duhet patur seriozisht. Unë prandaj thash që duhet në mënyrë asimetrike të goditet Rama atje ku ai nuk do, duke i kritikuar të gjitha marrëveshjet klienteliste përfituese për regjimin dhe mbajtjen e pushtetit tij personal që bën me individ caktuar të kompromentuar, siç e tha dhe Flavio, me Roni Efet dhe të tjera, duke i kërkuar Shtetet Bashkuara të Amerikës diçka më tepër në një bashkëpunim që opozita e re që është alternativa e pushtetit do të bëjë dhe do të sigurojë në të ardhmen. Një opozitë serioze për fatet e vendit të tij. Pra, e para nuk duhet marrë seriozisht Rama, e dyta nuk duhet folur me gjuhën e procedurave, por ky kërkon që të demaskohet në propagandën e tij, sepse unë jam plotësisht dakord me atë që tha Flavio, që ky e bën për të intimiduar opozitën, për t'i treguar popullit protestues që ne jemi bashkë për çështje madhore dhe për të justifikuar aferat e tij korruptive. Tani, pyetja juaj është shumë me vend. Cili është pozicioni i Ramës me administratën amerikane? Duhet të themi që ngjarjet e fundit kanë vënë një pyetje tepër të madhe, jo sepse nuk e din karakterin volativ të ndryshueshëm të një kameleoni dhe aventurieri politik të Ramës, që njëherë del kundër Trumpit dhe përdoret nga demokratët, herë tjetër bën shaka në mes të Brukselit duke tallur presidentin amerikan që po i merr iniciativat Macronit. Pastaj e bën atak me Tursheun. Po, edhe nga ana tjetër e kompromenton në një biznes privat duke mos pastruar pronësinë e tokës për elementë të lidhur me krimin dhe investigime ndërkombëtare të bashkëpunimit të tyre të pashëm me mafien, me Korona Unikën e tjera. Pra, vetë administrata amerikane po e shikon si një lojë të ndyrë të Ramës, që nga një anë ka kërkuar të ngrejë çështjen e mbrojtjes së ambientit, ta shtuquajturin revolucion të flamingove që Rama e ka për shumë për zëmër dhe që mund ta dominonte, për t'i bërë shërbime interesave të kundërshtarëve të amerikanëve për luftën në zgjedhjen e Kongresit dhe të Senatit. Kjo është një pikpyetje e madhe që amerikanët po e shikojnë me shumë dyshim. Kjo është e para. E dyta, dihet që administrata amerikane dhe vetë sekretari Rubio nuk i kanë njohur zgjedhjet e 11 majit, ku Rama insiston që ka legitimitetin e 800.000 votave. Po të shikosh, qëndrimi i Shtetet Bashkuara të Amerikës është jo vetëm tepër i ftohtë, por ka një deklarat të thatë nga ambasada amerikane që përgëzon popullin shqiptar. Dhe sipas rregullave të kësaj administrate, në qoftë se ata nuk janë të bindur që zgjedhjet e lira dhe të ndershme kryen në një vend tjetër të botës, atëherë ata do të heshtin. Kjo është politika zyrtare e Shtetit Bashkuar të Amerikës ndaj një vendi të tretë. Prandaj, në të gjithë të situatë, ne shikojmë që veprimi i Shtetit Bashkuar të Amerikës në rastin më të mirë ndaj Ramës
është një heshtje plot për të mos rikthyer çështjen e aferës Albanian Gate, që shtypi i majt amerikan po e ngre si një çështje të korrupsionit familjes presidenciale, por nuk do me thënë që nuk ka një qëndrim refuzus ndaj një intriganti politik i cili gjatë gjithsaj kohe ka buburuar rreth partnerëve të tij të ndryshme nga një skaj në skajin tjetër për të fituar atë pushtetin e momentit. Pra, në konkluzion dua të them që Rama shikohet në mënyrë tepër të dyshimt. Është fati i tij që akoma Shtetet Bashkuara të Amerikës janë për një strategji të stabilitetit në Ballkan, pa u qenë fokusi për problemet e Ballkanit perëndimor, duke u marrë me çështje të politikës globale, siç është lindja e mesme, çështja e Ukrainës, paqja në botë, marrëdhëniet me Kinën, çështja e Tajvanit që mund të ashtu si edhe dominimin të politikës së sigurisë amerikane në gjithë hemisferën perëndimore, duke përfshirë edhe Arktikun. Pra, jemi në një stand-by, por pozicioni i Ramës është një limon i shtrydhur që akoma po pret që të zhduket një herë mirë kur të qartësohet edhe alternativa e ardhshme. Të qartësohet alternativa, kam përshtypjen zotë Hoti që e kishte me ju zotin Esho. Mendoni se